Ky është pallati ku 65 vjeçari Enjo Ucaj ekzekutoi djalin dhe nusën e tij italiane, pasi ishte kundër kësaj lidhje sepse donte ta martonte atë me një vajzë shqiptare. Fillimisht ai ka kërcënuar me thik dhe për këtë arsye janë shoqëruar për në komisariatin e policisë. Por sapo ka dalë nga komisariati i policisë dhe është kthyer në banesë, grindja atë bir është rikthyer sërish dhe ai ka ekzekutuar me një armë automatike tip Kalashnikov. Enjo Ucaj kishte vite që kishte ardhur nga Laçi e ishte sistemuar me punë dhe banim në Elbasan. Djali i vetëm, Sokoli, punonte si emigrant në Itali dhe prej disa kohësh ishte kthyer në vendlindje. Jo, nuk pata njëjë për grindje familjare. Dukesh djali mirë, për mua ishte fala qesh, nuk s'ka qenë problem fare. Një tjetër fëmijë, Leonard Abdi Hoxha, thotë se ishte një familje pa shqetësime në lagje. Po, njoh prej 3 vjetësh që kanë ardhur këtu. Si djalin, këtë Engjëllin edhe të shoqen. Për të tërë kemi pas përshtypje të mira. Vishim bleshin këtu, normal, s'kemi pas probleme. Edhe nuk pata një që kanë pas fjalë probleme të kësaj natyre. Hetimet tregojnë se konfliktet në shtëpi kanë shpërthyer për shkak të nuses italiane. 65 vjeçari ka qenë kundër kësaj lidhje e dëshironte që djali të merrte një vajzë shqiptare, por ka hasur në kundërshtinë e të birit e janë ngrindur disa herë për këtë qëllim. Çifti Sokol dhe Giulia u vran. Shërbimet e policisë arrestuan Enjo Ucaj, 67 vjeç.